Komuniteti shqiptar i New Yorkut bashkohet sërish për TV Bojën. Të dielën e kaluar më 12 prill në restorantin e vëllezërve Luca i Tesoro d'Italia në Pleasantville në New York, komuniteti shqiptar tregoi edhe një herë unitetin e tij. 10 bashkëdhetar u mblodhen për herë të dytë në të njëjtin vend në një darkë fondlëse që me qëllimin që të rrisin fondet për ndërtimin e gozdinës së re të TV Bojën në Tuzë të Malësisë së Madhe. Ky event nuk ishte thjesht një mbledhje fondesh, po një shprehje gjallë e krenarisë kolektive dhe përgjegjësisë ndaj trashëgimisë son kulturore. Domnosh Gjolaj, Koli Vanaj, menaxheri i projektit, nënkryetaret të Gjergj Niki Vezaj, Senat Lulanaj, Enver Gjikaj dhe Gjon Gjokaj, arkiktari Peti Camaj, sekretari avokati Ervin Gjinaj dhe anëtarë të tjerë, profesor Franc Samaj, Mark Nikola, Pietrush Lurgjuraj, Pal Shkreli, Dodi Vanaj, Zev Boja, Nikol Boja, Nikol Prela Boja, koordinator për diasporën profesor doktor Anton Lajqa dhe Marash Nuculaj. Në fjalimet e tyre, folësit e takimit shpërndan mesazhe të fuqishme për këtë dritare të identitetit ton kombëtar, televizionin Bojën. Avokati Josef Dedvukaj, kryetari i komisionit, theksoi se kjo mbrëmje është një provë së diasporës, por edhe kësaj here të jemi të denjë për trashëgiminë tanë për ta ruajtur televizionin Bojën si një zë që mbron zërin e shqiptarëve në vendindje. Ky televizion është dritarja e gjithë shqiptarëve të Malësisë drejt botës së jashtme, i krijuar me 28 nëntor 2001 nga Indieri Tom Poja dhe me qëllimin të mbetet ruajtja dhe avancimit të drejtave kolektive individuale të shqiptarëve në Malë të Zi.